Pavarësisht bojkotit që opozita i bëri konstituimit të Kuvendit të Kosovës me argumentin se qeveria shkeli kushtetutën duke qëndruar në detyrë, kryeministri Albin Kurti mblodhi sot ekzekutivin. Sipas tij, kjo mbledhje jo vetëm që lejohet nga ligji, por është edhe e domosdoshme. Më shumë se kaq, do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Kurti theksoi se Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe me votën e tyre kundër raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve pamundësuan vazhdimin e seancës konstituive një ditë më parë. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Sa i përket letrës që i është drejtuar Kuvendit, ku pritej të bëhej konstituimi i tij, Kurti tha se përmes saj është njoftuar vetëm për statusin e qeverisë. Në emër të kabinetit qeveritar, dje jam drejtuar Kuvendit Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veç se efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Ai ka përmendur edhe qeveritë e kaluara që kanë vazhduar të qëndronin në udhëheqje, pavarësisht se mandati i tyre kishte përfunduar.